Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kardiologu me urdhër të prerë. Këto 8 ushqime duhet t'i hani menjëherë që të mos besoni atak kardiak. Konsumi i rregullt i frutave dhe perimeve është i lidhur shkencërisht me uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, por cilit frut do i japim më shumë përparësi? Nëse pyesni kardiologët, përgjigjja është manaferat, mollët dhe bananet. Manaferat janë veçanërisht të pasur me antioksidant dhe fibër. Përveç se janë të shëndetshme për zorët, fibrat janë gjithashtu çelësi për shëndetin e zemrës, duke ndihmuar në mbajtjen e kolesterolit në nivele të shëndetshme dhe parandaluar arritjen e presionit të gjakut, citon kardiologja Joy Gelman. Kardiologu Deep Vivek i do më shumë mollët. Ato përmbajnë polifenole dhe flavonoide që kanë veti të rëndësishme antioksiduese. Përveç kësaj, mollët janë gjithashtu një burim i mirë i fibrave, vitaminës C dhe kaliumit, të cilat të gjitha mbështesin shëndetin kardiovaskular. Mollët kanë një indeks të ulët glicemik dhe konsumi i ushqimeve të tilla ndihmon në uljen e rrezikut të diabetit dhe kolesterolit, që nga ana tjetër ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, citon Vivek. Kardiologja Susan Keir konsumon banane për shëndetin e zemrës. Bananet janë një burim shumë i mirë i fibrës dietike, vitaminës C, vitaminës B6, kaliumit, magnezit dhe antioksidantëve. Këto lëndë ushqyese jo vetëm që mbështesin zemrën, por ndihmojnë edhe trupin në mënyra të tjera. Fibrat dietike ndihmojnë në tretjen, vitamina C forcon gjithashtu sistemin imunitar dhe vitamina B6 është e rëndësishme për zhvillimin e trurit dhe të nervave, citon eksperti. Frutat janë veçanërisht të dobishme për shëndetin e zemrës sepse përmbajnë shumë vitamina dhe minerale. Vlerësohet se 80% e humbjes së jetës mund të parandalohen përmes dietës në mënyrë që të keni një jetesë sa më të shëndetshme, citon doktor Gelman. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon 4 porcione me fruta në ditë, si pjesë e një diete të shëndetshme dhe të ekuilibruar, ku do të merrni gjithashtu edhe elementet më të mirë ushqyes për shëndetin kardiovaskular. Për një zemër të shëndetshme dhe për një organizëm më të fortë, përveç frutave në dietën tuaj duhet ta pasuroni gjithashtu edhe me ushqyes mjaft të mirë, siç janë edhe salmoni. Salmoni dhe peshqit e tjerë si sardelet janë super yje të ushqimeve të shëndetshme, sidomos për shëndetin tuaj kardiovaskular, duke sjellë kështu edhe shumë përfitime në tërësi. Kjo për shkak se ato përmbajnë një sasi të bollshme të acideve yndyrore omega 3, që sipas studimeve ato ulin rrezikun e aritmisë, arteriosklerozës dhe ulin trigliceridet. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk dhe mundësisht peshk të yndyrshëm të paktën 2 herë në javë. Ju gjithashtu mund të merrni vajra peshku të pasur me omega 3 si suplemente dietike. Megjithatë, ato mund të mos kenë omega 3, DHA dhe EPA që gjenden posaçërisht në peshqit yndyror. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj kardiovaskular është edhe bollguri. Bollguri është i pasur me fibër të tretshme, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Ai vepron si një sfungjer në traktin tretës dhe thith kolesterolin në mënyrë që të eliminohet nga trupi dhe të mos përthithet në qarkullimin e gjakut, citon Lauren Graf. Manaferat. Jo vetëm boronicat, por edhe lule shtrydhe dhe manaferat e tjera mund të ulin rrezikun për sëmundjet e zemrës, sipas një studimi të vitit 2013 botuar në revistën Circulation, gratë e moshës 25-42 vjeç që hanin më shumë se 3 racione boronica dhe lule shtrydhe në javë, kishin një rrezik 32% më të ulët të sulmi në zemër, krahasuar me ato që hanin më pak. Autorët e studimit ja atribojnë përfitimet komponentëve të njohur si antocianin, flavonoid, që mund të ulin presionin e gjakut dhe të zgjerojnë enët e gjakut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj kardiovaskular që duhet të jetë pjesë e dietës suaj është edhe çokolata e zezë. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë, çokolata e përbërë nga të paktën 60 deri në 70% kakao, mund të jetë e dobishme për shëndetin tuaj kardiovaskular. Një përmbledhje botuar në vitin 2015 në revistën Vaskular Farmakologji pranoi provat pse disa mënyra se si çokolata e zezë mund të ndihmojnë në problemet e zemrës, por paralajmëroi se është e rëndësishme të mos e teproni. Edhe agrumet janë shumë të mira për shëndetin kardiovaskular.
Njerëzit që konsumojnë sasi të lartë të flavonoideve që gjenden në agrume kanë një rrezik më të ulët të goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër, sipas një rishikimi të vitit 2017 të botuar në revistën ndërkombëtare të epidemiologjisë. Patatet. Nuk ka asnjë arsye për të shmangur patatet sepse ato shpesh konsiderohen si një nisëteshte e keqe. Për sa kohë që ato nuk janë të skuqura, patatet mund të jenë të mira për zemrën tuaj. Janë të pasura edhe me kalium, i cili ndihmon në uljen e presionit të gjakut, dhe janë të pasur me fibër, të cilët janë gjithashtu shumë të rëndësishme kundër problemeve kardiovaskulare. Patatet këshillohen që të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj, por më të këshilluara janë ato në formën e zier ose të përgatitur në avull, në mënyrë që përfitimet që merrni për organizmin do t'i japin trupit shumë vlera. Domatet. Ashtu si patatet, edhe domatet janë të pasur me kalium të shëndetshëm për zemrën, plus janë një burim i mirë i likopenit, antioksidant i cili është i lidhur me incidencën më të ulët të goditjes sipas shkollës mjekësore të Harvardit. Likopeni, një karotenoid që ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq LDL, të mbajë të gjakut të hapur dhe të ulë rrezikun e sulmit në zemër. Dhe për shkak se ato janë të ulta në kalori dhe të ulta në sheqer, ato nuk e dëmtojnë në një dietë të tashme të shëndetshme. Arrat. Arrat, duke përfshirë bajamet, fistikët, kikerikët, përmbajnë fiber të mirë për zemrën dhe përmbajnë gjithashtu vitaminën E, e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Disa njerëz në të kaluarën i kanë shmangur arrat sepse ato kanë më shumë yndyrë, por shumica e studimeve tregojnë se njerëzit që konsumojnë arrat çdo ditë janë më të dobët se njerëzit që nuk i konsumojnë ato. Vaji i ullirit. Shumë studime kanë sugjeruar mekanizma në të cilën vaji i ullirit ekstra i pastër ndihmon në parandalimin e sëmundjeve në zemër. Sipas një rishikimi të vitit 2019 të botuar në revistën Nutrient, kjo është veçanërisht e vërtet kur Evo është një shtesë e dietës mesdhetare, e cila është e pasur me drithra, fruta dhe perime. Vaji i ullirit është një burim i mirë i yndyrnave të pangopura, të cilët ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Vetullin, jeshil ose të zinj janë një burim i yndyrnave të mira, citon Graf. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe kafen. Një tjetër pije e konsumuar gjërësisht, kafeja mund të promovojë gjithashtu shëndetin e zemrës. Një përmbledhje e vitit 2018 të botuar në Progressing Cardiovascular Disease zbuloi se kafeja çojë në uljen e humbjes së jetës nga sëmundjet e zemrës. Konsumi ditor i 2 deri në 5 filxhan kafe në marrjen e kafeinës mund të sigurojë një lidhje më të fortë me efekte të dobishme në situatat tuaja shëndetësore. Farat e lirit dhe ato chia janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Farat e lirit dhe chiat janë të pasur me acide yndyrore omega 3 me bazë bimore. Kjo është një arsye pse janë të mira për zemrën tuaj. Një arsye tjetër është përmbajtja e tyre e lartë e fibrave. Në dietën tuaj duhet të përfshini edhe avokado. Këto fruta të buta dhe të shijshme kanë reputacion të mirë përcaktuar për sigurimin e trupit të zemrës dhe yndyrnave të shëndetshme. Ashtu si vaji i ullirit janë të pasur me yndyra të pangopura, të cilët ulin faktorët e rrezikut për sëmundje të zemrës siç është kolesteroli. Avokadot janë të pasur me antioksidant dhe kalium. Ato mund të hahen vetë ose të përziera me receta të ndryshme, ndoshta me disa domate të shëndetshme për zemrën, por mos e teproni me avokadon, ato janë gjithashtu të larta në kalori. Shega. Shegët përmbajnë antioksidant të shumë duke përfshirë polifenole dhe antiocianina, të cilët nxisin zemrën dhe ndihmojnë në parandalimin e ngurtësimit të arterjeve. Nëse vini re, është e rëndësishme të keni shumëllojshmëri të dietës suaj. Nëse nuk ju pëlqejnë shegët ose keni mundësi që t'i përballoni ato, merrini dhe i shtoni në dietën tuaj. Edhe mollët janë një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj. Përveç aftësive të tyre për të promovuar dhe reduktuar kolesterolin, mollët ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës më të fortë për shkak të tyre të probiotikëve. Ndaj këto produkte ushqyese janë shumë të rëndësishme në shëndetin tuaj kardiovaskular dhe duhet t'i shtoni vazhdimisht si një dietë efikase për ju. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.